Në parkun kombëtar të Prespës është realizuar censusi vjetor i shpendëve dimërues dhe specieve të ndryshme që frekuentojnë liçenin, një proces i rëndësishëm monitorimi për vlerësimin e gjendjes së biodiversitetit dhe ecurisë së ekosistemit. Sipas specialistit Klajdi Duro, të dhënat paraprake tregojnë se numri i shpendëve dhe larmishmëria e specieve mbetet e njëjtë me vitin e kaluar. Paka shumë janë shifrat e njëjta me vitin e shkuar, si në numër individësh ashtu edhe në specie. Përgjithsisht gjenden bajzat, disa specie rosash, siç është rosa laramane me qaf, ka por rosa me 4 sy. Ai thekson se ruajtja e shpendëve është thelbësore, pasi janë pjesë e pandashme e ekosistemit të liçenit të Prespës. Ndër faktorët që duhen monitoruar me kujdes janë shqetësimi njerëzor, ndryshimet klimaterike dhe tjetërsimi e habitatit. Prandaj dhe kryhet censusi i shpendëve të ujit dimërues në Shqipëri për të parë ecurinë apo ndryshimin e popullatave të ndryshme të shpendëve që dimërojnë në vendin tonë. Duke pasur të dhëna shumë vjeçare, ne mund të arrijmë të përcaktojmë se nëse ka ndryshim rënje apo rritje, nëse ka ndryshim mund të përcaktojmë edhe shkaqet që çojnë në këto ndryshime. Nga ana tjetër, Vasil Male, përgjegjës i sektorit të menaxhimit në zonat e mbrojtura, bën me dije se numërimi është kryer në 5 pika kryesore të përhershme të liçenit. Në lloj ka një prezencë të mirë të shpendëve, por si shifër, si numër nuk mund të përcaktohet paraprakisht, por duhet të them që kemi patur edhe prezencën e mergusit merganseri, që është një specie rrallë edhe për liçenin e Prespës. Ekspertët nënvizojnë se ndryshimet klimaterike kanë ndikim të drejtë për drejtë tek shpendët migrator, pasi ulja e nivelit të ujit dhe dalja e kallamishtes në tokë sjell humbjen e habitateve të përshtatshme për folenizim dhe jetesë.